Përshëndetje të nderuar miq, jemi përsëri në podcastin Fjasim Arbërish, podcast I cili synon të bëjë sa më të dukshme realitetin e arbërorëve në Itali, në mënyrë të veçantë të gjuhës së folur arbërishte. Kam kënaqësinë t'u bëj me dije që sot e ftuar është zonja Cetina Maxei, një artiste e cila ja ka kushtuar jetën e saj si piktore apo dhe si organizatore e shoqatave të ndryshme, traditës, gjuhës dhe gjithë historisë arbërore. Faleminderit zonja Maxei që pranuat ftesën. Faleminderit juve të më marrë në televizion në shqiptare. Është kënaqësi. Jemi në podcastin Fjasim Shqip. Ju jeni një zonjë arbëreshe, e një familje arbëreshe apo keni pasur prindur mix, njërin italian edhe tjetrin shqiptar? Ka një familje arbëreshe, shumë e madhe, I para gjuhë këllevo arbëresh. Kam foljo arbëresh. U edhe vëllezërt, motrat e prindërat. Një gëvasha në shkollë, u nuk dirë të fjasë italisht, ma fjasë vetëm arbëresh. Po. Dhe ju këtë gjuhë të mrekullueshme e keni ruajtur edhe pasi keni studiuar në italisht, në shkollat e Italisë. Pse ju e keni ruajtur këtë gjuhë të mrekullueshme dhe të rinjtë e sotëm për fatkeq jo? Po, patjetër. E kam ruar shumë gjuhën. Kur mendova se u fjas një gjuhë tjetër, një gjuhë diversë ka italisht. Ju punova shumë për të dirë që është origjina ime, ka havinjë, që isha në traditat tona, ti metë të katundit të tjetrave katunde arbëresh. Më pare bara vetëm, bara shumë kërkesa vetëm, shumë mora kontakte me tjetra katunde arbëresh, pse u jam ka një katund të arbëresh isolato, vetëm, jemi vetëm na këtu në krajinës e Catanzaros. Pse tjetrat katunde, gjithë katundet arbëresh më shumë, ndodhen në të krajinë e Kosenzës, e të tjetrat katunde, e të tretat regione d'Italia. Janë 7 regionet e ku ka katunde arbëresh. Molise, Abruzzo, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. Na vetëm jemi të mu largë ka tjetrat katunde, vetëm na jemi, vetëm Carafa di Catanzaro, arbëresh të Carafa, quhet Carafa, me njëtër katun të vogël që të nuk fjasëm arbëresh akoma tani. Tjetrat të krajinës e Catanzaros se kanë shbjerë gjithë gjuhën. E une kam qenë mësues edhe kesh bara mësues në të një katun të arbëresh të Kalabrisë të krajinës e Catanzaros, të kyet Marcellusa, të tani mos njeri fjetë më arbëresh. Po, në fakt që jeni një fshat I izoluar, një katund I izoluar. Për eksperiencë time profesionale me radio të televizionit shqiptar, kur isha në Aqua Formosa, realizova një puntat të tërë në gjuhën arbërore, në gjuhën arbërishe. Kur zbrita në San Benedetto Ulano, u desh të bëja intervista në italisht, sepse atje, ndoshta San Benedetto nuk është I izoluar sa Aqua Formosa dhe I ka ndihmuar për ta ruajtur gjuhën traditën më kollaj. Dhe atje mezi flite arbërishtja. Në Lungër ishte po flite mirë. Fakti që jeni më të izoluar se sa kantunet e tjera. Jo, ju kanë ndihmuar për ta ruajtur më mirë gjuhën, traditën, edhe pse jo familjet jo miste, po familjet
gruaja, babai arbëresh edhe nën arbëresh. Nuk kuptova mirë fakti që je i izoluar ka ndihmuar në mos asimilimin ndaj shoqërisë italiane për gjuhën, për traditat. Po, patjetër, këta shumë kemi banë shumë puna për të mbamë traditat, kulturën, gjuhën arbresh, të gjithë katundet arbreshe. Këtu në Garrafë, të ku ashtë katundimo, ka shumë vjetë të kami qelur përpara kërkesa, puna, tradita, për të nxenesit, për të fëmijët, generacionet tjetra të nuk fiqen më arbresh, më në mirë në kontakt me kulturën të vjetre e tire, pse të familjat nuk flasën më arbresh tani. Pra, kjo duhet patjetër zgjidhur. Kjo zgjidhet vetëm me futje në mënyrë të detyrueshme të mësimit të gjuhës arbërishte në shkollat fillore. Kudo ku ka arbëresh, apo jo? Po, patjetër, edhe kjo është important, se sino në shkollat vjen hinë gjuha arbresh si një materie kurikulare, na jemi vdesmë, nuk vetëm përpara në gjuhën e kulturë arbresh. Vjetër solo emerit të katundit, ma poi katundaret. Kultura është më kollaj, po gjua është më e vështirë për të ruajtur. Gjua është i pari segni identitario. Appunto. Është i pari segni na diferencion jetrat katunde. Shumë e saktë. Gjua është ajo që diferencion nga të tjerë. Nga të tjetrat. Sino kemi gjuhën, nuk jemi më arbresh. Po, në rast se do ka tashmë një iniciativë ligjore nga Ana Oriko, deputetja e 5 yjeve, që është me origjinë nga Aqua Formosa. E marrin të mirëqënë që bëhet ligje dhe do të detyrohen fëmijët arbëresh të mësojnë në shkolla. Sipas jush, komuniteti arbëresh do ta marrë këtë gjë në mënyrë me entuziazëm apo do ketë problematika? Tani, si e mendonjau tani, katundet arbreshe marrën me entuziasmo. Përse legge 482 del 99 riconoscirti, si thuhet, njohin në realitetin e lingvistik. Njohu katundet minoritete arbreshe, ma nuk bari shumë punë për të hinë në shkollë gjuha. Gjithë këto vitë ju kanë piano importante për të effettivamente sensibilizzarmo nxenesit, familjat, katundaret, për të qenjën përpara e për të duan në anivo gjuhën në shkollë. Shpresojmë se kjo proposto di legge re qenë sa të kemi në shkollë gjuhën kurikulare, pse sino jemi destinati sa të mos jemi ma arbreshe. Unë kam vënë re që çdo katund ka dialektin e vet të gjuhës së folur arbërore. Në këtë rast, nëse do vendoset ligji, gjua duhet unifikuar. Duhet unifikuar për të mësuar i njëjta gjuhë në të gjitha katundet. Kjo do të sjellë probleme, unë jam se kaq që sugjerojnë edhe shqipen letrare. Po unë personalisht jam për gjuhën arbëreshe, që është shqipe, arkaike e italianizuar. Unë personalisht, unë nuk jam kompetent i fushës, po nëse do merret mendimi, do isha që të mbahet gjua arbëreshe. Ajo të mësohet në shkolla,
por në mënyrë të unifikuar. Ju si mendoni? Po, edhe unë mendonja pse të jetë një gjuha arbëreshët arkaike, però che ti gjendet metodi për të unifikare në këto gjuha. Për të kemi na arbëreshe la possibilità të më në flasëmo ka gjithë anët të ku ashtë arberia, të ku janë gjithë atun dhe të arbresh me gjithë arberinë i pjotu. Jo vetëm, poi flasë një arbresh të garafës, poi flasë arbresh... Do ka atun ka arborishten e vetë, kështu që sigurisht kjo duhet zgjidhur, se nuk ka kuptim. Duhet të unifikare në këto gjuha, të një gjuhë arbrisht unike, një vetëm, për të gjithë, poi na më në fjasme e të komprendiremi. Shumë drejt. Një pyetje tjetër, në katundin tuaj, kisha ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm në ruajtjen e gjuhës. Po kemi dy variante të kishës. Kemi variantin katolik dhe variantin bizantin që qëndron po në kishën katolike, por ka meshat edhe në përveç se latinisht edhe arbërisht, ka dhe meshën greke. Ju me çfarë kish jeni në katundin tuaj? Na jemi di rito latino. Na nuk kemi mai piano ritin bizantin. Bizantin, jo. Te na e te gjithë krajina e Katanzaret, te katundi arbëreshit të krajinës e Katanzares nuk klje mai. Ritin bizantin. Se mua personal, nuk është se kam bërë studime të thella, po një ide e kam krijuar. Mua më rezulton që kanë futur ritin bizantin, ne kemi rastin arbëreshve, arbëreshët janë një komunitet i integruar plotësisht në shoqërinë italiane, por jo të asimiluar. Edhe në këtë rast, mua më duket që riti bizantin ka ndihmuar katunde të ndryshme që nuk janë të izoluar si juaj, që të mos asimilohen. Ndaj e kanë mbajtur. Kjo është një teori e ime, duhet konfrontuar për të parë nëse është e saktë apo jo. Ju si mendoni? Mendonja se ka qenë importante për te katundet të ku është rito bizantino për të për mos u asimiluar, pra. Të tjelet për para gjuha, ma ato flasën greke mu para. Po, komunitet arbëresh që flet greqisht, mua më rezulton që ka shumë pak. Ka shumë pak. Mund t'jenë me gishtat e dorës personat që flasin greqisht. Në arbëri flas. Ma këlleve important për të sensibilizajnë katundaret për të ishën arbresh, albanese, jo greqe. E kam njerëz që mendojnë ka shumë njerëz, ka pak njerëz në fakt që mendojnë që ju jeni, me që keni ardhur nga Marea, siç është edhe kënga, jeni grek. Po në fakt në ato periudha, sipas gjitha studimeve, Marea ka qenë. Jemi grek. Po, me gishtat e dorës janë, personat që besojnë këtë gjë. Ma jemi grek edhe rrugut, se shumë katunde arbreshe kanë origine greke. Ma janë origine greke, ma janë arbanitas. Po, janë edhe ato janë arbanita. Ma jo greke. Teritoret që sot janë të shtetit grek, gjatë periudhës otomane dhe përpara kanë qenë teritore shqiptare. Mos ngatrojmë hartat shtetërore të sotme me hartat shtetërore, atëherë ishte perandoria otomane, ishte krejt ndryshe, po në periudhën që ju lat trojet tuaja për shkak të pushtimit otoman dhe shkuat drejt Italisë. Kështu që këto janë, megjithatë njeriu do të ndihet grek, le të ndihet grek, nuk i prish punë askujt. Ma jemi greke, ma jemi arbresh. Arbëresh, pra nga teritoret e Greqisë të sotme. Unë jemi edhe greke, pse të parët herësh në këtu ka Greqia, pero jemi jo greke. Jo nga Greqia e sotme,
po që nuk ishte Greqia e djeshme. Po. Kjo nga tronë disa. Se ajo që është Greqia e sotme nuk ka qenë Greqia e djeshme. Po, edhe Shqipëria të më parën një nga Shqipëria të nani, ishë shumë më i madhe Shqipëria të më parën. Mirë Montenegro, Kosovo... Ne jemi ndarë në 5 shtete, për shkak të shteteve të mëdha, fuqive të mëdha. Unë jem edhe montenegrine, unë jem edhe kosovare. Po, je shqiptare pra, normal. Që është shumë difikultosu për të dimë që origine jona. U kam banë edhe kërkesa për të di ka qini vend kemi kiljanë na. A nuk e shumë difikultos, pëse nga ka dokumente. Drejt. Jo, dokumentet janë studuar, mos jenë të politizuar, apo dokumentet gjehen në për arkivat ndryshme të Vatikanit, apo edhe më gjërë. Okej, ju falenderoj për këtë intervist, edhe ju uroj gjithë mira dhe ju përgëzoj për punën që keni bërë për të ruajtur gjuhën, kulturën, traditat nëpërmjet artit tuaj apo dhe impenjimit tuaj në shoqatat e ndryshme kulturore. Faleminderit shumë. Faleminderit juve, miru pafshim. Kënaqësi, miru pafshim. Faleminderit dhe ju që na ndiqni nëpërmjet Artur Nura Channel. Kjo ishte një nga intervistat e podcastit Flasim Arbërisht. Nuk ka, mund të ikin dritat ndonjëherë, mund të lëvizi kamera këtu, nuk ka cilësi televizive, po cilësia e vetme është gjuha e vjetër shqipe e italianizuar arbërishte. Kjo është origjinale dhe vjen nëpërmjet podcastit Flasim Arbërisht. Nga unë Artur Nura, miru pafshim në intervistat e ardhshme. Miru pafshim.